Falenderoj dhe përgëzoj shoqatën adetare Kulla Bayraktarit Hotit me kryetar zotin Arjan Bayraktari për organizimin e këtij aktiviteti me rëndësi të këngëritjes së Malësisë 1911 të kësaj ngjarje të rëndësishme patriotike në historinë tonë kombëtare. Në këtë këngëritje, si dhe në ngritjen e flamurit të tërhiqet, krahas luftarëve të patriot të Malësisë dhe patriotit Det Xheluli, morën pjesë dhe luftëtar të Postripës në ndrejtimin e komandantit popullor Adem Haxhia. Kjo luftë patriotike shquhet edhe shkruhet edhe nga studiusja angleze Edith Durham. Në këtë luftë mbeti i vrarë heroikisht edhe Zëqip Bejtoj Sufi nga fshati Boks i Postripës. Kjo ngjarje përkujtohet sot në kullën e Bayraktarit Hotit Çormula, i njohur për patriotizëm dhe heroizëm e tij nga gjithë shqiptarët. Në emër të shoqatës kombëtare Postripa, nderi komit, me kryetar zotin Nushdi Hazaj, si dhe në emër të banorëve të kësaj zone, me tradita të shquara patriotike e adetare, ju uroj suksese dhe mirënjohje për aktivitetet tilla të rëndësishme. Nderim për jetë për këtë ngjarje të rëndësishme, si dhe për ushtarët dhe patriotët e Malësisë së Madhe. Faleminderit. Gëzuar Pashkët gjithë besimtarëve katolik.